Mjeku jep urdhër të prerë. Ja sa arrat duhet të hani sipas moshës që ju keni. Arrat kanë dy fishin antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët të tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë dhe shkaktojnë një sër problematikash. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë arror mjaftueshëm në dietën e tyre të përgjithshme. Një studim i fundit, të cilit i referohemi sipas Headline, doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 kokra ara në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon komplikacionet e sëmundjeve në zemër, diabetin e tipit 2. Gjithashtu, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Edhe parandalon problemin e radikaleve të lira në organizëm. Në veçanti, ngrënia 8 arrave në ditë ju ndihmon dhe ju mbron nga problemet e shëndetit të zemrës. Ndaj, ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriu. Përveç se të pasur me antioksidant, arrat përmbajnë gjithashtu nivele shumë të larta të fibrave, proteinave, vitaminave dhe mineraleve të rëndësishme. Arrat janë të mira për shëndetin tuaj mendor. Antioksidantët e arrat janë një nga aspektet më interesante të tyre për rolin e përmirësimit të shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor për shëndetin e trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasura se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyrna, por këto yndyrna janë poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët tuaja të gjakut kundër një sër komplikacionesh dhe japin gjithashtu rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu do të humbas peshën e tepërt, sepse arrat nxisin ndjesinë e ngopjes, sidomos asaj afatgjatë. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh, pra para ngrënies, njeriu do të përfitojë proteinë minerale të nevojshme. Për të vegjëlit, këshillohet të konsumojnë të paktën 5 kokra arra çdo ditë, kështu përfitimet e tyre do të jenë të menjëhershme. Arrat janë ndër arrorët më të rëndësishëm dhe më ushqyes për shëndetin e trurit në tërësi edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ato përmbajnë vitamina, minerale, antioksidant dhe enzima që kanë vlera të fuqishme anti-inflamatore. Arrat njihen kryesisht edhe për rolin e tyre në mbrojtjen e shëndetit mendor. Forma e tyre e ngjashme me trurin tregon një lidhje të ngushtë që ato kanë. Jo më kot, konsumi i rregullt i arrave forcon kujdesin dhe përshpejton gjithashtu përqimin e sinjaleve nervore. Ndër arrorët, arrat janë edhe produktet më të rëndësishme të cilat duhet i keni pjesë të dietës suaj. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që organizmi juaj do të marrë me konsumin e arrave. Arrat janë të mira për shëndetin tuaj të stomakut. Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut dhe të aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe prebiotik që të ruajnë kështu balancin e bakterieve të mira dhe atyre të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si prebiotik dhe rrësin volumin e bakterieve të mira në stomakun tuaj. Ngrënia e rregullt e arrave parandalon inflamacionin, isheminë dhe problemet e zorrës së trashë. Arrat janë një produkt fantastik edhe për personat që duan të humbasin kilogramë të tepërt. Arrat përmbajnë kalori e megjithatë janë të pasura me nivele të larta të fibrave, të cilat ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe përshpejtojnë kështu edhe nivelet e metabolizmit tuaj, citoi studimi. Arrat përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhe frenojnë gjithashtu oreksin. Arrat janë një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj të trurit.
Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen si një ndër ushqimet më të mira për shëndetin tuaj të trurit, duke lehtësuar kështu edhe rënien e aftësive njohëse. Konsumoni të paktën 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë. Përfitimet që do të merrni prej tyre do të nxisin edhe aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit dhe acideve yndyrore poli të pangopura dhe substancave që luftojnë inflamacionin. Ekspertët tregojnë se konsumi çdo ditë i arrave është i mirë në shëndetin tuaj të trurit. Ato ngadalësojnë plakjen e parakohshme të trurit dhe ulin riskun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës së tyre. Ndaj përfshirja e arrave në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv ushqyes edhe për shëndetin e kujtesës. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese nëse konsumohen me maturi në dobi të shëndetit tuaj. Ato të përmbajnë edhe element të acideve yndyrore omega 3, që gjenden më shumë të arrat dhe zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe proceset të tjera. Arrat luftojnë edhe problemet që lidhen me depresionin. Arrat kanë vlera të mëdha ushqyese, përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe gjithashtu yndyrna të shëndetshme për mbrojtjen e organizmit në tërësi. Arrat kanë edhe vitamina. Arrat përmbajnë sasi të mirë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin, sasi të mëdha të vitaminës E, manganit, magnezit, fosforit dhe hekurit. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acidet yndyrore që nevojiten trupit për rritjen e qelizave, imunitetin, gjakun dhe parandalimin e komplikacioneve. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër problemeve të kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelet e larta të kolesterolit dhe arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj të trurit. Arrat përmirësojnë edhe shëndetin tuaj të flokëve. Vaji i arrave përmban biotin, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë zbokthin. Arrat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë larg gjithashtu edhe infeksionet. Arrat janë një ushqim shumë i mirë për shëndetin e lëkurës. Vitamina E, së bashku me vitaminën B, janë antioksidant natyror të cilët ndihmojnë lëkurën tuaj në betejën kundër radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrullat në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbart rrafët e zinj poshtë syve, relakson lëkurën dhe gjithashtu arrat janë të mira edhe për pjellorinë. Ato përmbajnë gjithashtu edhe element ushqyes të cilat do të rrisin këtë aspekt. Arrat janë të mira kundër shëndoshjes. Sipas ekspertëve, proteinat që gjenden te arrat dhe fibrat e tyre ndihmojnë që të mbani një dietë më të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu ushqimet jo cilësore. Arrat përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit. Gjëndra pjenale në trup prodhon hormonin melatonin, i cili përgjigjet edhe për gjumin. Ky hormon gjendet te arrat duke e kthyer atë në një ushqim të përkryer edhe për përmirësimin e cilësisë së gjumit. Prandaj, nëse doni që të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit, arrat duhet të jenë në krye të kësaj liste. Arrat janë të mira edhe për shëndetin tuaj të enëve të gjakut. Shëndeti i enëve të gjakut do të përmirësohet falë acideve yndyrore omega 3 që do të parandalojnë edhe çrregullimet e ritmit të rrahjeve të zemrës. Acidet yndyrore që gjenden te arrat do të parandalojnë gjithashtu edhe këto komplikacione dhe do të rendisin gjithashtu edhe rritjen e vlerave të shëndetit. Ushqyerja e duhur me arrorët e duhur në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citoj Healthy Side. Ndaj, sigurohuni që t'i përfshini ato në dietën tuaj në mënyrë të rregullt. Kështu, parandalimi i problemeve të organizmit do të jetë më i fuqishëm dhe do të mbani larg edhe komplikacionet e tyre, citoj Healthy Side. Sigurohuni të konsumoni 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë për të përmirësuar vlerat e shëndetit dhe për të evituar komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.